Kjo pasi vjen mes disa javëve kena pas ngarkesa, maja, në ndeshje dhe me dhënë mundësi gjithë lojtarëve që me marrë minuta. Na shërbeu për vazhdimsinë, sepse këtë fundjavë nuk kemi kampionat, jemi pushim dhe e shfrytzuar me ndeshje miqësore me ekip suedez si kjo e fundit. Nuk është se luajt me këtë, në pjesë parë kishim shanse, por nuk i shfrytzuam si duhet. Në pjesë dytë i shfrytzuam më mirë se pjesë parë. Që thasha më përpara vjen prej mungesës minutave, pasi s'kan shumë minuta në kamp. Dhe si para 2 javëve që luajt me atë ekipin suedez tjetër, si këtë javë, pa shërbysëm që lojtarët që s'kan pas mundësi të marrin ato minutat e tyre. Kjo vjen si pasojë ndoshta në vlerësimit nga ana jonë, mos vlerësimit 100% ndeshjes, pasi kemi orë, s'ka traditë që kemi orë nga ndeshje, ndërsa ekipi kundërshtar është në fazë përgatitore dhe është më rrët ngarkesën fizike tashi, kurse ekipi jonë tashi jemi afër mbylljes kampionatit dhe ngarkesa fizike vjen duke u rënë. Pasi nga ndeshja në ndeshje ka gjithmonë lodhet e veta, jo çdo ndeshje është njësoj. A mund të themi që skuadra Beslidhes e ka hedhur tashmë hapin drejt kategorisë parë? Skuadra Beslidhes në jallim hapin drejt kategorisë parë në momentin që mbyllet matematikisht kampionati. Pra na duhen matematikisht edhe 2 fitore, pra 6 pikë. Na duhen 9 pikë. 9 Jemi mbrënda pra për mbrënda. ti je më i pamshishëm se sa duhen që të mos ndalet. Minimumi 7 pikë jemi automatikisht në kategorinë e parë. Ju jeni në garë, pra është e bukur kjo kampionati i kategorisë 2, pasi gara për golshnusin është brenda skuadrës Beslidhes. Ju dhe Kansase. S'ka problem, dalin nga Kansase. Rëndësi ka që dolmin